Remzia Osmani, emocionuar nga poezia prekse, bëhet gjyshe përsëri. Këngëtarja e njohur e muzikës popullore, Remzia Osmani, nuk i ka mbajtur emocionet pasi ka ndarë me ndjekësit një moment shumë të veçantë. Ajo po bëhet gjyshe sërish. Në një postim prekës, Remzia ka publikuar një poezi të dedikuar posaçërisht për këtë rast të lumtur. Me vargje, plot dashuri e ndjenja, autoja panjohur i drejtohet Remzies si gjysha më e lumtur, duke shprehur mirënjohje për bekimet familjare dhe ardhin e një nipi të ri. Në vend se me u plak, gjyshja, unë veç por i nulma, është një nga vargje që ka prekur zemrat e fancave, duke reflektuar gëzimin e pamas të një gjyshe krenare. Në fund të poezisë një lutje sinqert, Zot mbush ma shtëpin, nipa e mbesa me dhuro, një thirrje që shumë nëna e gjyshe ndajnë me të. Remzia, e njohur për lidhjen e fortë me familjen, këtë herë ka treguar edhe një herë se dashuria e saj më e madhe janë fëmijë dhe nipërt, më shumë se çdo skenë apo koncert. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.